Pas hetimeve disa mujore nga Prokuroria Speciale me asistencë nga Agjencia Kosovare për Inteligjencë, në Prishtinë u arrestua Fatmir Sheholli në ndyshimet për spionazh. Shehollit i është caktuar masa e paraburgimit për 1 muaj dhe janë kryer bastisje në vendpanimin e tij për të siguruar prova materiale. Ndërkohë arrestimin e Shehollit ka nxitur debate të gjera politike dhe publike për shkak të lidhjeve të tij të mëparshme me disa figura të njohura të krahut të luftës dhe raporteve të përfolura me struktura politike të afërta me listën serbe, si dhe kriminalin serb Milan Radojčić. E në momentin e arrestimit, sipas dëshmisë të tij për media, gazetari Milaim Zeka e shprehur se ndodhej rastësisht me Shehollin në një kafene, duke theksuar se nuk ka asnjë lidhje me rastin. Por analistët dhe njohësit e zhvillimeve në vend ngrenë dyshime për Zekën dhe lidhjet që kishte me Shehollin, të dyshuarin për spionazh të Serbisë. Analisti Ganiqa Ari thot se është e dyshimt se si Fatmir Sheholli kishte lidhje me disa nga politikanët e krahut të luftës dhe Milaim Zekën në veçanti, i cili ishte bashkë me të në momentin kur u arrestua ky i fundit. Arrestimi i spionit të regjur të UDB-s dhe BIA-s së Serbisë, sipas ministrit të punëve të brendshme, përbën një nga aktet më të rënda ndaj sigurisë dhe rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Ndaj për shkaqe dhe arsye të forta, vetë ministri Zvelçra u kërkoi organeve të drejtësisë trajtim me seriozitet më të lartë institucional të këtij rasti, kur dihet se ky njeri për 2 dekada pati kontakte të ngushta me figurat kryesore politike që nga Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Daut Haradinaj e deri te Enver Hasani e të tjerë, dhe përveç spionimit të kuadrave me rëndësi, si dhe figurave të larta politike shqiptare në Kosovë, spioni i Serbisë Fatmir Sheholli kishte marrë para nga BIA serbe edhe për publikim në media të disa audiobisedave komprometuese në Ministrinë për Kthim e Komunitete të Nenad Rashiqit, që në opinion u tha se i publikoi miku për kokë i Fatmir Shehollit dhe shoku i tij Milaim Zeka, i cili edhe vete pranoi se përgjimet për Nenad Rashiq i kishte marrë nga spioni i sapo arrestuar i Serbisë, shpreh Qari. Sipas tij është e çuditshme se si arriti një njeri i dyshuar për spionazh të bëhet aq i rëndësishëm tek politikanët në Kosovë. Andaj fakti se me rastin e arrestimit të spionit të BIA serbe Fatmir Sheholli, Milaim Zeka u gjet në një tavolinë me të, i cili madje u mor edhe në pyetje nga hetuesia për lidhjet e tij miqësore me Shehollin në zyrat e policisë së Kosovës, dëshmon se koketimi i tyre ka rënë shumë të thella. Andaj problemi i spionazhit në favor të Serbisë kohët e fundit duket se është tepër i thellë dhe i fuqizuar jashtëmase, gjë që hetimet e drejtësisë ndoshta do ta vërtetojnë më së miri, por lind pyetja e patë i kalueshme dhe shumë e dyshimt, si u lidhën kaq fort dhe pa shkëputshëm figurat kryesore udhëheqëse të tash të quajturave parti të dalën nga lufta deri te matrapazat më të zhurmshëm me spionin Fatmir Sheholli. Kështu që habit fort afërsia e frikshme e Fatmir Shehollit edhe me shumë figura të tjera të tash të quajturit krau i luftës dhe krijon dyshimin se si u bë një spion kaq i njohur i UDB-s dhe BIA-s së Serbisë. Si Sheholli edhe subjekt kaq i preferuar për politikan dhe analist politik në televizionet e mafia oligarkëve me adresa në Serbi, Maqedoninë e Veriut apo edhe në Maltëzi, shpreh Qari. Më tej Qari ka dyshime të forta se edhe vetë Milaim Zeka bën të njëjtën punë si Sheholli, derisa Fatmir Sheholli besohet se ka marrë para të majme nga BIA për publikimin në media të disa audiobisedave në Ministrinë e udhëhequr nga Nenad Rashiq, autoincizimet në fjalë i ka marrë edhe Milaim Zeka. Po çfarë i duheshin Milaimit ato, apo ka marrë para edhe Milaimi nga BIA direkt ose përmes spionit të saj Fatmir Sheholli që të bëj propagandë kundër konstituimit të Kuvendit të Kosovës, nëse nënkryetari i fundit nuk zgjidhet nga jashtë të quajtura listë serbe. Prandaj jo vetëm që nuk ka bit fakti se edhe kur u arrestua spioni Sheholli, në shoqërimin e tij gjendej Milaimi, por ata duket se edhe bëjnë të njëjtën punë, kanë për mision spionazhin në favor të Serbisë, dhe kjo i lidh ata që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe gjenden gjithkund bashk, nënvizon Qari.